kërkojmë ndihmë nga pushteti. Të na gjej do një vend, të strehohemi. Ky është apeli që bën kjo 75 vjeçare, e cila rrezikon të mbetet e pastre. Në ditën ndërkombëtare të romëve, kjo e moshuar bashkë me një familje tjetër janë të vetmet që kanë mbetur, pasi familjet e tjera janë shpërngulur. Atyre është kërkuar të lirojnë banesat pasi preken nga projekti për rikualifikimin e bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës, vazhdimsi e projektit për hyrjen e qytetit. Mos na lën kështu ja, robat jashtë. Pa drita kemi ndetur një javë pa drita, pa ujë, se na i ka prerë pronari. Sa familje kanë me këtu? 2 familje, vetëm atë vend kemi neve. Na je pushteti vend të bëjmë dhe një barake të rinë. Atë kemi. Neve kërkojmë ndihmë nga pushteti. Të na gjej do një vend, të strehohemi. Urdhri për lirimin e sipërfaqes së tokës ku banon ky komunitet ka ardhur prej ditësh. Dita ndërkombëtare e romëve 8 prilli është një ditë për të festuar kulturën rome dhe për të rritur ndërgjegjësimin për problemet me të cilat përballen romët.